Në Tetov sot është mbajtur forumi dhe konferenca përmbyllëse e projektit Zgjidhje Inovative Digjitale Komunale në Tetov, një projekt i rëndësishëm për digitalizimin e shërbimeve komunale dhe avancimin e administratës lokale drejt standardeve europiane. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, deklaroi se bëhet fjalë për një proces mbi 5 vjeçar, i cili tashmë është përmbyllur me sukses. Bëhet fjalë për një proces për të cilin kemi punuar më shumë se 5 vite dhe sot Tetova është krenare që kemi të implementuar me sukses një projekt të digitalizimit të shërbimeve komunale. Sot është faza përmbyllëse e projektit ku kemi nderin që prezent kemi edhe ambasadorin e Bashkimit Evropian, zotin Rokas, të kemi zëvendës kryeministrin e parë, ministrin e digitalizimit, ministrin e pushtetit lokal, të kemi prezent shumë kryetar të komunave për të përcjell këtë përvojë të gjithë komunat. Komuna e Tetovës do të jetë një komunë model për digitalizimin e shërbimeve të saj komunale dhe ne jemi të gatshëm që këtë model të përcjellim të gjithë komunat. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Rokas, e cilësoi projektin si transformues dhe me rëndësi të veçantë për zhvillimin lokal dhe integrimin evropian. I'm very happy to be here today, surrounded by the mayor, the deputy prime minister, the minister for what it is. Jam shumë i lumtur që jam këtu dhe është një ditë e madhe sepse ky është një projekt kyç për komunat evropiane. Ne e konsiderojmë si një projekt transformues dhe të suksesshëm që do të ndikojë dhe përmirësojë jetën e përditshme të qytetarëve, por gjithashtu edhe të investitorëve që duan të vinë dhe të investojnë në Tetov. Digitalizimi është çelësi i agjendës reformuese dhe përgatit shtetin për konkurrencën në tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski tha se projekti i komunës së Tetovës mund të shërbejë si model edhe për komuna tjera në vend. Zadovoljstvo da se posvjedoči završovanju na jedan ovakav opštinski projekt koji ima potencijal da prerasne i vo poveki opštinski ili državen projekt. Është kënaqësi të jesh dëshmitari i përfundimit të një projekti të tillë komunal që ka potencial të replikohet në më shumë komuna, por edhe në nivel shtetëror. Kur nuk i kemi të digitalizuara sistemet e brendshme, nuk mund t'i ofrojmë si shërbime ndaj qytetarëve. Komuna e Tetovës e ka përfunduar me sukses këtë projekt dhe tani është më i lehtë që e njëjta të zbatohet edhe në komunat tjera. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Bekim Sali theksoi rëndësinë e digitalizimit dhe transparencës në procesin e integrimit evropian. Sot jemi këtu për të riafirmuar edhe një herë se politikat e integrimit evropian të vendit tonë nuk zhvillohen vetëm në nivelin qendror. Kjo është edhe një projekt i suksesshëm i realizuar nga ana e komunës së Tetovës, i cili është në frymën e digitalizimit të shërbimeve, të cilat qytetarët çdo ditë do t'i shfrytëzojnë dhe janë për të mirën e tyre. Kjo nënkupton informacion në kohë, nënkupton interoperabilitet i disa platformave të përbashkëta, të cilat qytetarët më herët i kanë shfrytëzuar në sportele të ndryshme, po tani me një klikim kanë qasje në marrjen e këtyre shërbimeve. Pretendimi jonë si ministri është që digitalizimi dhe transparenca të jetë një nga bazat shtytëse të procesit të integrimit tonë në Bashkimin Evropian. Konferenca përmbyllëse e projektit Zgjidhje Inovative Digjitale Komunale në Tetov shënoi një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të administratës lokale dhe afrimit të shërbimeve komunale me qytetarët. Përfaqësuesit institucional dhe ndërkombëtar vlerësuan se ky projekt jo vetëm që do të përmirësojë efikasitetin dhe transparencën në komunën e Tetovës, por gjithashtu do të shërbejë si model për komuna të tjera në vend. Digitalizimi u theksua si një element kyç për zhvillimin, investimet dhe avancimin e procesit të integrimit evropian në Maqedoninë të Veriut.